Dy personat e arrestuar pas të shtënave me armë ku mbeti i plagosur një njerëz gjatë aksionit të forcave operacionale të drejtorisë së policisë vendore të Lezhës në qytetin e Laçit, janë njohur me masën e sigurisë në gjykatën e Lezhës. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, gjyqtari i çështjes e ka cilësuar të ligjshëm arrestimin e 28 vjeçarit Claudio Buraku, duke caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Ndërsa xhaxha i tij Gjin Buraku, i cili dyshohet se plagosi me armë zjarri 26 vjeçarin me inicialet MD, u la i lirë kundrejt garancisë pasurore. Xhaxha e nipu arrestuan nga policia të mërkurën e 13 marsit, teksa Blut kishin marrë informacion se një shtetës i kërkuar po lëvizte me automjet në lagjen numër 4 në Laç. Në momentin e ndërhyrjes për ndalimin e këtij shtetësi, shërbimet e policisë kanë dëgjuar të shtëna me armë zjarri dhe menjëherë kanë ndërhyrë ku u vunë në ndjekje të automjetit që lëvizte me shpejtësi. Gjatë ndjekjes, automjeti që drejtohej nga shtetësi i kërkuar Claudio Buraku në tentativë për t'u shmangur shërbimeve është përplasur me automjetin e policisë, ndërkohë që forcat e rendit kanë arritur që ta prangosin. Gjatë kontrollit, Blut kanë gjetur dhe sekuestruar 3 armë zjarri, 2 pistoleta dhe një Kalashnikov si dhe municion luftarak. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim në vitin 2023 për mbajtje pa leje, kanosje dhe për shkatrim të pronës. Gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se shtetasi Gjin Buraku, i afërm i shtetasit Claudio Buraku, ka plagosur në këmbë me armë zjarri pistolet shtetasin MD 26 vjeç, të cilin shërbimet e policisë e transportuan menjëherë në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.